Të nderuar shikues, u rikthyem me personalitetet e radhës dhe në vijim do të flasim për një tjetër sukses, ashtu siç e kam theksuar dhe më herët, janë sukseset e të rinjëve tanë, të arriturat e tyre, qysh në hapat e tyre të parë që ne e kemi si obligim që t'i promovojmë. Sot do të flasim për një vajzë tjetër të re, shumë të talentuar, ka marrë pjesë në shumë gara dhe njëkohësisht do të flasim për gjithë atë pjesën se si ka arritur deri këtu. Nder dhe kënaqësi që në studion tonë të kemi Rubina Sulejmani. Përshëndetje Rubina, mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë quhem Rubina Sulejmani, jam nxënëse e klasës 7 në shkollën fillore Goce Dellçe në Tetov. Faleminderit shumë Rubina që na ke nderuar, unë të përgëzoj për gjitha këto suksese që i ke marrë, po shohim na ke zbukuruar sot studion me praninë tënde, po ashtu edhe me disa çmime që i ke marrë me këto punimet, me certifikatat e kështu me radhë. Faleminderit. Si lindi dëshira jote për biologji dhe fizik, sepse ke marrë çmim në biologji dhe në fizik? Dëshira ime lindi nga kurreshtja, të cilën e mora Qysh në hapat e para? Qysh në hapat e para që të marrish pjesë, domethënë në gara të ndryshme, në biologji dhe fizik. E don më shumë biologjin apo fizikën? Unë dua të dy lëndet, sepse secila lëndë ka veçorinë e vete dhe secila është e bukur dhe na duhet në jetë. Unë e pëlqej biologjin sepse na mëson gjëra të reja dhe na mëson për trupin e njeriut dhe gjithashtu edhe për natyrën e gjallë. Kurse e dua fizikën sepse na shpjegon shumë dukuri interesante. Kur jemi këtu te biologjia, tash më në fund ke marrë pjesë në garat në biologji. A mund na flasish pak për këto gara në biologji? Unë fitova vendin e tretë këtë radhë në garat biologji, të cilat u mbajtën në shkollën Marif në Tetov. Ishte shumë kënaqësi të jesh edhe të fitosh bile vendin e tretë. Ishte shumë kënaqësi edhe unë Je shumë e lumtur, a? Isha shumë e lumtur dhe gjithashtu edhe emocionet ishin pak të mëdha. Por ja dola, edhe fitova vendin e tretë. Të përgëzojmë për këtë arritje në ndërkohë fizik, garat në fizik, a mund na flasish pak? Po. Në fillim në garat komunale fitova vendin e parë. Isha nxënësja e vetme, konkurrentja e vetme nga e gjithë Tetovë, komuna e Tetovës, dhe fitova vendin e parë. Pastaj në garat regionale fitova vendin e dytë. Ato u mbajtën në Kërshov, në shkollën Regjo Rushiti Zajas, në Kërshov, dhe pastaj më tej tani do të mbahen me 6 qershor do të mbahen garat shtetërore, të cilat do të mbahen në Shkup. Edhe aty do të marrish pjesë. Po. Dhe unë jam shumë e sigurt se edhe aty do të marrish në një çmim. Me këtë vullnet dhe elan që ke filluar në të gjitha garat për merr çmime, kjo është shumë e bukur Rubina. Po megjithatë Rubina, çfarë të motivon më shumë që të marrish pjesë në gara? Mua më motivon se dua për shembull të mësoj më shumë dhe me që hysh në gara dhe mësosh edhe më tej se çka ke ditë më parë. Kështu që edhe gjithashtu edhe dua të testoj pak veten me anë të hyrjeve në përgare dhe gjithashtu edhe fitimit. Po, sigurisht kjo është shumë e rëndësishme. Po megjithatë të përmendem që domethënë ke marrë pjesë në shumë gara. Dhe tash njihesh si ajo vajza që merr pjesë në gara, por që edhe rrëmben shumë çmime, pa marrë parasysh në çfarë lëndë merr pjesë. Po ti si ndjehesh kur e përfaqëson shkollën tënde për shembull, e vetmja nga shkolla ose një ndër të vetmet nga shkolla që merr pjesë në gara? Unë ndjehem shumë mirë, shumë më motivon kjo që marrish pjesë. Po, që marr pjesë dhe që jam e vetme në atë, për shembull në atë shkollë që kam marrë pjesë. Ndihem shumë e kënaqur, shumë e lumtur dhe më motivon ende më shumë që të vazhdoj rrugës deri tek suksesi më i madh i imi. Po, padyshim dhe në këtë sukses patjetër që do të kesh edhe ke pasur shoqe që të kanë përkrahur dhe që të kanë mbështetur. Por megjithatë, nëse flasim për biologjinë dhe fizikën, cili mendon ti që është suksesi më i madh? Ku ke marrë pjesë, në fizikë apo në biologji? Unë mendoj se suksesi më i madh është pjesëmarrja, si fillim është pjesëmarrja që kam marrë pjesë në të dyja garat, dhe pastaj edhe arritja deri në nivele më të larta të garës. Po. Ke pasur në një moment të vështirë gjatë përgatitjeve për gara, sa kohë të ka marrë që të përgatitesh për të marrë pjesë? Normal se ka pas edhe vështirësi, kur temat kanë qenë më të rënda për shembull më shumëtime, por me ushtrime dhe për shkushtimin tim, unë kam arritur që ta kaloj. Të kesh suksese, po.
Sa kohë i ke kushtuar mësimit dhe përgatitjeve, për shembull, për këto gara, për këto konkurse? Unë jam munduar që të ushtrej disa orë çdo ditë, dhe për shembull para garave jam munduar që të kushtoj edhe më shumë orë në një ditë. Po. Gjatë gjithë këtij rrugtimi tënd deri tanishëm, kush të ka mbështetur, Rubina? Kush të ka ndihmuar? Ku kë ke pasur domethënë si krah që të ka çuar përpara? Mbështetësit më të madh të mi kanë qenë familja ime si fillim, si kyç kanë qenë ato, të cilët më kanë motivuar edhe më shumë, dhe pastaj është edhe arsimtarja ime e biologjisë, Lindita Selimi, e cila më ka motivuar dhe më ka motivuar më shumë që të vazhdoj. Po, të ka përkrahur. Të ka përkrahur në këtë rrugtim dhe neve na gëzon shumë fakti që kemi arsimtar, mësues, të cilët po ashtu edhe prindër, të cilët i motivojnë domethënë nxënësit e tyre, fëmijët e tyre që të kenë suksese. Megjithatë, kur përmendëm çështjen e garave apo pjesëmarrje në gara, çfarë ke mësuar më shumë nga kjo pjesëmarrja? Flas përveç njohurive shkencore, për shembull. Kam mësuar që të kem vetbesim, vetvlerësim si fillim, gjithashtu edhe disiplinë dhe përgjegjësi, sepse pa ato s'mundisht edhe të kalosh. Po, patjetër. Edhe pse je në moshë të re, edhe pse je ende e vogël, Rubina, ke shumë ëndra, unë besoj. Po cila është ëndra jote që ke ose profesioni yt që në të ardhmen dëshiron ta ndjekësh? Po, profesioni im që dua unë ta ndjek është për shembull rruga e mjekësisë, dua të bëjmë një doktore shumë mirë që për shembull puna ime, profesioni im të ndihmojë edhe më shumë jeta në këtë botë. Më shumë njerëz. Shumë e bukur, shumë e bukur. E jashtëzakonshme kjo pjesë, unë jam shumë i sigurt që do të bëhesh një mjeke apo çfarë do që të zgjedhësh në të ardhmen, do të jesh e suksesshme, ato që e thash edhe më herët, ke filluar me një vullnet të jashtëzakonshëm, një motiv i jashtëzakonshëm, edhe unë jam shumë i sigurt që do të kesh sukses në profesionin tënd. Megjithatë, Rubina ka shumë nxënës si ti që mësojnë, kanë njohuri shkencore, por që kanë frikë ose kompleks që të marrin pjesë në gara. Çfarë mesazhi do ju kishe dhënë atyre nxënësve? Për ato që friken, për shembull thojmë, unë ju kisha thënë që mos të friken dhe të provojnë, sepse çdo provë dhe çdo për shembull, si të them, sfidë, pas asaj vjen suksesi. Po. Dhe kështu që duhet edhe ato ta provojnë një herë që ta shohin se si është, pastaj ta shijojnë suksesin. Po, ta shijojnë. Megjithatë, kur i more këto çmime mësuesi, shoqëria, si të pritën? Si të vlerësuan? Ato ishin shumë të gëzuar, të themi. Ato ishin një herë të gëzuar shumë sepse unë isha pjesëmarrëse në ato gara, por pastaj edhe kur ju tregova unë se kam marrë vendin e parë dhe të tretë, ato ishin jashtëmasi shumë të gëzuar. Thanë dhe ata që do të marrin pjesë në gara pastaj? Po, motivuan. Po përveç arsimtarëve, mësuesve, përveç shoqërisë, familja, çfarë roli ka pasur në këtë rrugëtimin tënd të drejtanishëm? Familja ka pas një rol kyç, një rol shumë të madh të themi, sepse ato më kanë motivuar dhe më kanë inkurajuar në këtë udhëtim. Cili ka qenë ai eksperimenti, le të themi, ose ndonjë temë shkencore që e ke preferuar gjatë gjithë garave që ke marrë pjesë, ose në punim për shembull? Mua më pëlqejnë të gjitha eksperimentet që lidhen me trupin e njeriut dhe dukuritë fizike. Megjithatë, përveç pjesës së shkencës, me këto punime të jashtëzakonshme që na ke sjell, me letërsia merresh, a lexon, Rubina? Po, sigurisht. Kam edhe shumë libra të cilat i kam lexuar dhe secila prej tyre ka vlerë shumë jashtëmase për mua, por mua më pëlqejnë librat të cilat janë për shembull kanë tema shkencore dhe edukative. Pra, libri më i mirë që ke lexuar, mund ta quajmë ndonjë libër? Ka pas shumë dhe prandaj nuk dua të ta vajçoj një, sepse secili libër që e kam lexuar ka pas vlerë për mua, kështu që unë vetëm ju tregoj se cilat libra, ato shkencor dhe edukativ. Po. Megjithatë, dal nga dal arritëm edhe në pjesën e fundit të intervistës, ne i pam punimet të tua të jashtëzakonshme, certifikatën, pjesëmarrjen në gara. Çfarë porosie ose çfarë mesazhi, çfarë apeli do kishe për të gjithë fëmijët e botës? Për të gjithë fëmijët e botës të cilët nuk kanë konkurruar ende për gara, ju jap një mesazh që për shembull të hyjnë dhe ta provojnë se është një, si themi, udhëtim, një rrugim shumë i mirë dhe dua që edhe ato ta provojnë dhe unë jam e besoj që edhe ato do fitojnë vende si unë që fitova vendin e parë dhe të tretë. Kështu që në ta provojnë dhe ta shohin. Unë mendoj se do të fitojnë edhe ato. Patjetër që po. Megjithëse në biologji, në fizikë ke shumë suksese, ja edhe lexon në letërsi, por dëshiron edhe të bëhesh mjeke. Tani çfarë do të bëhesh në të ardhmen? Biologe, fizikante?
Unë ende nuk e kam vendosur plotësisht se çfarë do bëhem kur do rritem, por prej e vogël e kam pasur qejf të bëhem doktore, kështu që ende e kam. Shpresoj që do të bësh doktoresh, njëkohësisht të gjitha këto lëndë të tjera do i kesh si pasion edhe do merresh edhe me këto. Rubina, ishte kënaqësi shumë e madhe si të kisha sot në pasditën tonë. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Edhe si përfundim doja ta falenderoj shumë arsimdaren time, të cila me përkushtimin e saj e bëri të mundur të fitoj arsimdaren e biologjisë sime, e cila quhet Lindita Selimi. Ajo pa atë besoj se nuk do të fitoja, sepse përkushtimi i saj e bëri të mundur të fitoj. Patjetër, Rubina, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit, falenderojmë arsimtarët e tu që të kanë motivuar, prindërit, gjithsesi nënën tënde, e cila gjithmonë të kanë mbështetur, dhe uroj që të kesh sa më shumë suksese në jetë dhe ne të presim përsëri në emisionet tona për t'i promovuar ato suksese. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo personalitetja e radhës për ditën e sotme, ndërkaq ju vazhdoni qëndroni edhe më tutje me programin ton, do të rikthehemi vetëm pas pak.